إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi ta përjetojmë këtë muaj madhështor. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ndihmon që të jemi më aktiv në këtë muaj. Dhe ky muaj të jetë argument për ne në ditën e gjykimit, e mos të jetë argument kundra nesh. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me ata të cilët përpiqen që t'i mangësojnë sevapet, shpërblimet e këtij muaji, që kemi titullu këtë temë hajdutët e Ramazanit. Ke kujdes vëllai dash, për shkak se këtë begati që e përjeton shumë njerëz që të cilët janë në dhe e androjnë që ta gjallërojnë dhe të jetojnë vetëm një ditë. Megjithatë, mu dhe ti Allahu Azza wa Jall na i mundsoi që të jemi mbi dhe ta përjetojmë këtë muaj. Ndërsa shumë të qeri janë në dhe se nuk munden që ta arritin këtë muaj. Arritja e këtij muaji është begati prej anës Allahut Azza wa Jall. Nga se thot pejgamberi Allahut se arritja e muajit të Ramazan është lirje nga gabimet e vogla. Vetëm për shkak se kemi arrit këtë muaj, Allahu Azza wa Jall në prag të këtij muaji të shlihen gabimet, lëshimet e vogla, përderisa kujdesesh dhe ruhesh nga mëkatet e mëdha. Kështu ka thënë pejgamberi Allahut, po ashtu transmeton Ebu Hurajra dhe thot betona, në atë që është betu i dashuri Allahut Azza wa Jall Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është betu në Allahun Azza wa Jall se për besimtarët, për musliman, nuk ka ardhur një muaj, nuk e kanë përjetuar një muaj më të begatshëm dhe më të mirë se muaji i Ramazan. Ndërsa hipokritët, munafikët gjithashtu nuk e kanë përjetuar një muaj më të keq dhe më të dëmshëm për to se këtë muaj. Dhe thot pejgamberi Allahu, nga se besimtari në këtë muaj forcohet në fenë e tij me ibadete dhe aktivitete, ndërsa hipokriti përpiqet dhe në këtë muaj mos i lënë rahat besimtar që të jenë aktiv në ibadetet e tjera. Pra tha pejgamberi Allahu, muaji Ramazan në fitim për besimtarin, a dëshpërim për të shfrenuarin. Allahu na bën pej fitimtarëve. Ke kujdes vëllai dashur musliman, se një organ që Allahu Azza wa Jall ta ka dhuru dhe të ka veçu nga shumë krijesat e tij, vërtet ai nuk bart me vete ashtë, nuk ka në vetën e tij koc, mirë po anë që thënë shumë koc kanë këtë dunja. Hajduti i parë që ti grabit sevapet e Ramazanit është gjua jote vëllai dashur musliman. Veçanti përgojimi
cenimin derit të besimtarve. Allahu Azza wa Jall e konsideron me ja përmenën të keqen vëllavit tanë, ku nuk është prezent qoftë edhe nëse gjindet në ta, asikur me ngëronën mishin e ngordhur. Pa transmetohet me një transmetim që erdhën digra tek pejgamberi Allahu, që ishin agjerueshëm e pastaj e ngacmuan e prekën derin e besimtarve. Tha pejgamberi Allahu të vjellën vëllezër të ndershëm, a e dini çfarë nxjerrën nga barku i tyre? Misht e nxjerrën nga barku i tyre misht të prishur. Tha kështu është ngacmimi, kështu është nëse ja prek nderin besimtarve. Derisa një bashkëshorte e pejgamberit Allahu Safia, kur ju ngacmu nderi saj para Aishës nanës e besimtarve, ku pejgamberi Allahut e lavdëroi Safia, gjelozoi Aisha dhe e bani me isharet se Safia është e shkurt. Tha pejgamberi Allahut Aishës nanës e besimtarve, ta ke thonë një fjalë që sikur me pas përzime ujnë e detit dhe detin do ta kishe ndot. Pra vëllezër të ndersh, grabitësi i parë që ta grabit se vapin është përgojimi. Para transmetohet nga të parë tonë thoshin se agjeruesi është një ibadet edhe kur të fle me një kusht, nëse nuk e gris, nuk e dëmton agjerimin e tij. E kur u pyetën ata se ç'fash grisja agjerimit, ç'fash dëntimi agjerimit, than është përgojimi. E nëse don vëllai dashur musliman me qepën agjerimin tan, me rregullu dhe me plotsu, tha pejgamberi Allahut ban istighfar shumë, nga se istighfari që e plotson agjerimin. Parat e Hurajra dhe shokët e pejgamberit Allahut që ndëroshin në veçanti në Ramazan shumë shtëpitë e Allahut, dhe kur u pyetën ata pse po qëndroni kaq gjatë në xhami gjatë ditës, thoshin jemi duke rujt agjerimin ton, mos na grabitet agjerim. Përgojimi vëllezër të ndershëm dhe cenimi nderit të besimtarit është një ndër hajnat më të mëdha që të grabitin sevapët. Pat pejgamberi Allahut kur pyeti me një hadith dhe tha e të dërun e menil muflis, a e dini kush është i falementuar ditën e gjykimit? Pa sahabët shokët e pejgamberit Allahut u përgjigjen dhe thanë, tek mesi jonë ne konsiderojmë të falementuar ai që nuk i ka ngelen mo dinar dhe dirhem, ai që s'ka dollar dhe euro, ai që ka ranë në bandash këtë dunja. Tha pejgamberi Allahut, ndërsa ditën e gjykimit i falementuar është ai cili vjen ditën e kiametit me agjerim sa kodrat, me namaz sa kodrat, me sevape sa kodrat, me sadaka sa kodrat, me gjithata. Tha e ka ofendu filanin, ja ka cenu nderin filanit, ja ka mshu filanit, i ka bo pa drejtësi filanit. Tha fillojnë ato që grabitin, që morin sevapët, derisa të bëhat i falementuar, mos i ngele as një sevap që e ka bon jetën e vetë. E nëse nuk e ngel as një sevape, atëre tha ngarkohet edhe me gjunat e tyre. Pra armiku ma i madh që të grabit sevapet e agjerimit është gjua jote. Para të Allahu Azza wa Jall gjuan e ka kriju një organ të mbrenshëm dhe e ka burgos mrena, dhomt janë simbol të qelis, si kur që njeriu kur burgoset i vetëmuar pran prangave, pran hekurve, këta dhomë simbolizojnë burgimin e gjuas, po ashtu dhe buz janë ata që e drinosin gjuan. Pra kur Allahu me pasdesh nga ne që të flasmi shumë, Allahu Azza wa Jall gjuan na i kish bon në vendin e veshve dhe me ta kishmi komuniku. Mirë bë gjua është që a bërgosën që mos flasmi vetëm fjalë të mira, që thotën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta flet të mirën ose le të hesht. Erë një njeri të pejgamberi Allahut, ja parashtroj këtë pyetje dhe i thaj Rasulullah, cila rruga e shpëtimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi ata njëkohësisht na mësoi dhe neve dhe tha,
e nxerr pejgamberi Allahu gjuhën e tij e kap dhe thot emsik alejke hadha, kujdeso për këtë çka po flet, wal yesa ke bejtok, dhe miru me problemet e tua, let mjafton shtëpia jote, miru me gajlet e tua familjare që i ke, dhe qaj për gabimet dhe lëshimet e gjunave tuaja, mos i qaj gjunat dhe lëshimet e qerve. Pejgamberi Allahu tha kush vepron kështu ke ka gjetë rrugën e shpëtimit, kujdeset për gjuhën e vet, nuk mirët me problemet e qerve, dhe qanë dhe kërkon falje për gabimet dhe lëshimet e vetës e ti, aje ka gjetën rrugën e shpëtimit. Për atë Muadh ibn Gjebeli e pyeti pejgamberin Allahu dhe i tha ja Rasulullah, a na morët në konsiderat dhe për çdo sen që e flasimi, ndonjë vëllai i dashur musliman çka tha pejgamberi Allahu, jo drejtu Muadh ibn Gjebeli që e donte fort dhe i tha, thakulet ke ummuke ja Muadh, nona të humb, o Muadh, kështu e përdoshin arabët, sikur që ekzistenca jote nuk ka konsiderat dhe vler, ja Muadh, nëse këtë të cilën po pyet nuk e din. A din se shumica e njerëzve hedhen me vitira dhe me gjokse në xhenem për shkak gjuhës së tij. Para thonë të Imam Malik, kam taku njerëz në Medinë që kam pas lëshime dhe gabime të mëdha. Mirë, po nuk ja morë me gabimet dhe lëshimet e njerëzve, Allahu ja kam bulu lëshimet dhe gabimet e qerve, ndërsa kam taku njerëz që kanë pas pak lëshime dhe gabime, mirë po janë preokupu me gabimet dhe lëshimet e qerve, Allahu Azza wa Jall i ka tërpëru dhe Allahu ja ka zbulu dhe gabimet e tyre. Për ata ki është muaj i agjerimit, jo vetëm braktisjes vëllezër të ndërshëm të ushqimit, mirë po është simbol i braktisjes se çdo sendi që Allahu Azza wa Jall nuk e don dhe nuk e pëlqen. Për ata Ibn Rajab al-Hanbali u thonte, sekreti i shpëtimit apo sekreti i agjerimit a që Allahu Azza wa Jall neve një pjesë të ditës na i kanë ndalu ushqime dhe pirje që në esencë janë halal, që ti lëm vetëm për që u përgjigj Zotit ton, pasi kur që Allahu donte me thonë, nëse ju jeni në gjendje dhe keni mundësi dhe aftësi me i lënën ato që në esencë janë halal, ushqimin që hantin tiftare ke halal, mirë po një pjesë të ditës apo të nditën Allahu Azza wa Jall ka thonë lej, atëre s'keti arsye që s'ka mundësi me i lënë gjunat, dhe s'ka mundësi që njeriu tha të lartësohet tek Allahu Azza wa Jall, i cili i lën sendet që cilët janë halal në esencë, ndërsa nuk i le haramat dhe vazhdon ndalesa që Allahu nuk i pëlqen dhe nuk i don. Pra Allahu Azza wa Jall si gjukon nuk e pëlqen që të hajsh dhe të pish gjatë ditës së Ramazanit, Allahu nuk e pëlqen që të fliç fjalë të ndita dhe të gënjesh. Kështu thot pejgamberi Allahu që i cili transmeton Ibn Majah, thot rubbe saibin laysa min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Ka mundësi një agjerues nuk ka pe agjerimit të tij vetëm se uriqje dhe ecje. Ka njerëz të cilët agjerojnë mirë, por nuk i lënë vesët e negative të tyre, për këtë arsye nuk kanë pe agjerimit të tyre. Si thot pejgamberi Allahu dhe vetëm se uriqje edhe ecje. Për atë thot pejgamberi Allahu ben lem yada qawl az-zuri wal amal bih, falaysa lillahi fi hajja an yada ta'amahu wa sharab. Kush nuk i lën fjalët e ndyta, kush nuk i lën gënjeshtrat, kush nuk e lën vesët e këqija, Allahu s'ka nevojë që ja praktikojnë vetëm ushqimin dhe pirjen. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, agjerimi është fortifikat, agjerimi është mburoje në këtë dunja nga çdo e lig dhe mburoje nga zjarmi i xhenemit. Për ata tha, nëse është njëri nga ju agjerues, mos të fol fjalë të ndyta dhe mos të bërtet, mos të idhërohet.
E njëri për neve thot në kazonën në agjerimi që ka të bajnë, sidomos që do 5 ditët e para mos dale dikush për para, se e kam vështirë unë e kam vështirë që ta frenoj vetën time, edhe jalen fajin agjerimit, faktikisht i ka fajet malborja. Këtë problemin e ka cigarja, ndësa i alev për këtë agjerimit se më ka zonë Ramazan. Ramazani kërkan nuk e zën, Ramazani qdo kanë e letëson. Para ta vleo të ndërshëm nëse jenë gjendje ti të nditën që e len ushqimi dhe pirjen, që Allahu Azza wa Jall ngrit argument kundra teje se ke mundësi që ti dhe cigaren me lonë. Ko po mund të nditën me lonë, ama niftar për nusën pele, për çkak se donë në vendos shmëri, për çkak se donë një jetë, pra ajo lijet shumë kollaj vetëm me një jetë, si që ke bon një jetë të nditën, mos me dhesh, ke mundësi dhe mos me dhesh të një jetën tonë. E atë pastaj nuk kemë nevojë na me arë ligje të cilën cigaret të qitën supermarket mi mbulu ato që e gjuan gjit me kaluen edhe mos me i bon fit në duan gjiv. Ka ligjiri që ka hin tash në Macedoni, pra mi mshe cigaret mos më duk ato që këto me kalu pak ma kollaj elbete mos pelon. Ndërsa Allahu Azza wa Jall neve në ka mësu se nëse e leh për Allah, Allahu Azza wa Jall gëzohet ma shumë se sa gëzohet një njeri cili është në gjendje kritike dhe duke vdek, e pastaj i vin elementet e shpëtimit. Pra çka do të lish në këtë Ramazan për Allahun tanë? Nëse deri gjesën e kellon ofendimin dhe çamjen, leje për Allah dhe mos e përdor as para iftarit e as mas iftarit. Pra kja është grabici ma i madh a gjua e në veçanti vëllezër të ndershëm, ofendimet, sharjet e ndryshme, ngritja e zonit, këto janë vese, nuk janë të muslimanit, po a shejtani cili qarkullon në damor të birit Ademit. Parat pejgamberi Allahu ta ka mësu dhe ka thonë, kur e pa njonin i cili ishte i natosër, i nervozuar, ju kishin stërmadhut, ju kishin ajën damor të qafës, tha pejgamberi Allahu që transmeton një sahabi quajtor Sulejman ibn Sarad, i cili thot pejgamberi Allahu, tha unë e di këtë njeri që është në këtë gjendje sikur që ta thonë një fjalë do të lirohet pe jasaj. Tha njoni prej sahabe më tregon, ja Rasulullah, tha se unë ja tham, tha me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, kërkoj strehim prej teje që të na mbrojt nga shejtani mallkuar. Dhe kje shkoj e korrigjoj dhe tha thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tha heca ne. Tha ti ki me të mu e me mësu, a ndodhe dhe me ti, se her që të korrigjon dikush kur je i neveritur, i nervozuar, se her ti nuk e ndëgjon këshillën e mirë për çkak se shejtani në këto momente vëllezër të ndëshëm të mbizotëron. Pra të thënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte Ebu Bekër Siddiku i ngatëruar me një njeri, dhe ai ofendon të Ebu Bekër Siddikun, Ebu Bekri ja kthen të ati dhe thënë të Allahu të falë, dikur kur e të proj, aj, mendoj Ebu Bekër Siddiku që a këthen ati në qatë mënirë, pejgamberi Allahu ngritët me mezhlisit shpejt edhe ik, e pastaj Ebu Bekër Siddiku e njek e pejgamberin Allahu, tha ja Rasulullah, tha që ndërove kur na unë gatërua mes njoni qetrit, e mirë po pastaj tha unë ngritë edhe për çkak se kur unë gatëruat mes jush isht një melek. Aj kur thënë të ja Ebu Bekër ti e kështu dhe kështu, me laqja ja këthën të dhënë të jo Ebu Bekri po ti e i tilë. Ndërsa Ebu Bekër Siddiku tha kur i thëjshë Allahu të falët, me laqja ja ta këthën të dhe thënë të jo ata po ti e ja Ebu Bekër. Kur të nëtova ja Ebu Bekër me ja këthien, tha erë shejtani mes juve, tha s'ka vend pejgamberi Allahut ku anë shejtani prezent, s'ka vend pejgamberi Allahut kur ka në të nga të res pra vlehët të ndërshëm. Pse ka ardha gjerimi neve që mbyllë dirë shejtanit, nga se shejtani është ma aktiv vëllezër të ndërshëm, në veçanti kur njeriu është i ngopur. Kur është i ngopur shejtani është ma aktiv, para ta gjerimi ka ardhë që mbyllë dirë ushqimin e shejtanit që tjetë sa ma i dobë. Pra po flasë për atë shejtanin i cili e ke në brendësin tonë, nuk po flasë për shejtanët tjerë që i ndihmojnë ata
që ata e inspiroshin para Ramazanin, nga se ata janë të prangosur, të lidhur, të burgosur. Nuk u burgosën ata vetëm se gjendja jonë të ndryshon. E ajo ma kritik e vëllezër të ndërshëm, anke janë grabit si ditë që të grabit të Ramazanin në qërimin është polemikat e mëdha që zhvillohet. E keni pa në Ramazan se më shumë muhabeti më i madh hapet në Ramazan, vëllezër të ndërshëm. Para të thonë të pejgamberi Allahu do në ja garantoj një shtëpi në skajt të xhenetit atij që e lën polemikën edhe Kur'anin të drejtë. Jenë të drejtë, si jenë të drejtë, thuaj atë që e mendon dhe kalo dhe mos polemizo. Mos polemizo, nga se ke garant prej anës pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut po të garanton një shtëpi në xhennet. Pra polemikat janë që nuk i pëlqen Allahu Azza wa Jall në veçanti dhe në Ramazan dhe në ibadete. Pra të Allahu Azza wa Jall na tregon se haxhiu kur të shkojë në haxh, nëse donë që të kthehet i pastër prej gjunave për haxh të pranuar, leti len polemikat, mos të polemizon kur është në ibadet. Për fat këtë shtonë kur shkojnë në gjë, jo me polemizu. Mirë po të shamje të refal. Jo ka një refal i shkojnë ati e pastaj kur kthehet, këto nuk ka shiju as ankënaqësi të ibadetis, as ambëlsim të haxhit. Para do lehet të ndërshëm, kjo është grabitja e besimtarit që ja grabit ibadetin madhështor që ja krin Allahu Azza wa Jall. A ka kënaqësi më e madhe ku Allahu Azza wa Jall ta ka mundsuar ta përjetojë Ramazanin? Allahu i ka prangos shejtanët, i ka hapën dirët e xhenetit, i ka hapën dirët e qiellit. Allahu Azza wa Jall të liron nga zjarmi i xhenemit, të liron çdo natë. Pra Allahu Azza wa Jall ka hapën këtë muaj, vëllezër të ndërshëm, lirime të mëdha për ata që dëshirojnë mirë, po ekziston nefsil ammaratu bisu, që të humb edhe të grabitën këto sevape që na mendzi se i fitojmë ato. Për ata dhe hajduti të red, vëllezër të ndërshëm, është që të vjellë se vapin është gjumi i gjatë, gjumi madh në Ramazan. Për ata ke kujdes, flinë sa ma pak se kja mu i bereqeqë. Për ata ka thonë e jemen me adudet, janë ditë të numëruara para mendo. Ditët janë të numëruara po kalojnë shumë shpejt ato, para mendo nëse flenë dhe në këto ditë, edhe të humbin këto ditë, nëse flenë dhe këto net, edhe të humbin këto net, janë ata të cilët të mbysin Ramazanin dhe të smujër në nështi të shijojsh ambëlsirën e ibadet. Kush flenë shumë, hup se vape shumë. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veçanti dhe ditët e fundit nuk flinte as një natë, tanë natën e gjallëron të një ibadet. Pa ata lej vesët dhe lej adetet, zakonet që i ke pas në të kaluar. Nëse donë me shiju ambëlsiren, bereqetin e këti muaj, zgjohesh herët. Nëse nuk mund më zgju herët, sa pa ku përjeton begatin e natës, ku Allahu Azza wa Jall i veçon vetëm të dashurit e ti. Hasan al-Basri u thonë të akipa dhe një meret dhe një qeveritar me dal jeshtë orarit punës me pi kafe vetëm me ata që e do. Ato të cilët falen natën dhe veçon me Zotin e tyre janë të veçan të Allahut, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i veçon ato, ja mundson atyre të veçohen me Zotin e tyre. Dhe Allahu Azza wa Jall i drejtohet me fytyrën e tyre duke qenë ato namaz, nga se ibadeti ma i dashur tek Allahu Azza wa Jall është pas farzit namazi natës. Pa të Buhurejra thonë të ju vlezër, falni direqat namaz natë, falni direqat namaz natë në rësirën e natës për rësirën e varrit. Pra namazi natës është shkak që të ndriçohet varri. Allahu Azza wa Jall na boft aktiv në datë namazit, të përqëndëruar dhe të krim qatë model dhe qatë formë si që Allahu Azza wa Jall e donë. Pra pak gjumë Ramazan, nuk do me thonë ti pa qeter mi mu qatë orë që i ki pasën dhe para Ramazan. Për çka se vëllezër të ndeshëm, Allahu gjumin e ka bon, i ka thonë subete.
Që do me thonë zubata do thonë shpirti del për njeriut ngritet lart edhe shkunët. Shpirti pse del kur të fleje njeri, ngritet lart në qiell ku s'ka gjunohe, edhe shkunët, edhe kthehet. Edhe njerëz mendojnë se nëse na nuk i bajnë unë 10 sa në ditë kejt shtrem të shkon. Provoj se ke mundësi me kalu këtë Ramazan dhe me 2 orë gjumë. Ke mundësi me kalu pa problem për shkak se nuk është e domosdoshme me i bo sa orë, është e domosdoshme që shpirti mu ngrit të Zoti mu pastëruan edhe mori këthien për këtë arsye thonë të pejgamberi Allahu se njeri u këtë bere me flet. A më njëri për neve thotë unë dishka e kam rënin, unë dishka e kam gjumin e rën, mu bo tërmet, unë nuk ni kur gjo. A dini pse ki nuk ni në ledhë të ndërsh? Ki nuk ni në ledhë të ndërshën për çkak se shejtani atë që ja lidhë çdo njeri ju të katranije këtë bere me flet. Kështu ka thobe Amere Allah, te kafka e ti ja lidhë të ranije. A dëshiron ti me ditë se si zgjidhen këto nije, ka thonë pejgamberi Allahut, nëse ati i del gjumë. Pra nëse i del vetëm një qas dhe thot Bismillah, e përmenë Allahun azze o gjel zgjidhet një një. Atë lecohet pak. Pasaj tha nëse merë abdes, tha i zgjidhet e dita një. E nëse ki i falë direqat namaz, i zgjidhet e treta një. Se bajnë si që ka thonë disa djetar, i zgjidhen të 3 një që ka ndodhë të nditë. Ka thonë të nditën kë njeri është aktiv, të nditën a i qlodh, ndërsa nëse ki nuk zgjohat mirë po e len mas i dale dilin, tha ki zgjohat mirë po si kur me qeni vdekur. Tha njoni u mita të flet ka tem të më të sad në dit, a më kur po qona prapi lodh. Sa punë mi qelësin, shqyqir që do ekspresat kanë qëllu se dhe unë se një qeli si, a në ki pas 20 minutave apet, është sikur para ekspresit. Pra leo të ndëshëm ki duan maqinën e kafës me bajt me veti. S'ka nevoj maqinën e kafës, ti ki problem kokën tane, ti ki problem trupin tanë, ti ki problem shtetin tanë. Pra thonë të pejgamberi Allahut, kër e pytën për një njeri cili ka flet dhe nuk ka zgjuan deri sa ka linë dili, tha pejgamberi Allahut ki ka njeri është ai cili ka urinu në veshin e ti shejtani. Runa Zot ti mu bo tualet i shejtanit për çkak se nuk zgjohesh as një reqat Zotit tanë me jabon. Pasaj tha pejgamberi Allahut ki është i kur i vdekur i ngordh dhe i qatë notën ndërsa e ki po tanë ditën vrapon. Kejt takatin e ka tanë ditën ki vrapon, ama natën s'ka mundësi të veqohet me Zotin e ti, vetëm atë që Allahu e përzjedh. Pra me fletë sa ma pak se gjumi në i hum në kohën, edhe ki është armiku a i duti 4 për cilit a hum kohën. Për ata shejtani nëse s'ka mund tje me ndalu nga agjerimi me përjetu i badetin, ka me ta qu një shok që kur shkojnë të ravi, vetëm imami si t'jape selam 4 reqatët, ajde pak t'i mos mu pak i jashtë edhe mu ajs këther. Amin një jetë e ka pas mu këthi. Një më këdale e të dera mu t'i mos pak. Thot ajde shkoj me këqesmi edhe ka një ekspres se hoxha ashtu e zgaut. E ku qkoja gjithë ekspresi jetë më në ekspres. Ten sabaki, ten zifir që ati jetë. Pra u leo të ndërshën për këtë arsye ka ardhë në Ramazani na me rezistu me vetën tonë me fletë sa ma pak, me ngëron sa ma pak dhe kja është armiku i të ma i madh i njeriut që ngëronja e tepërt ja dëmton njeriut të rupin, ja vrashton zemrën, para ta ka ardhë agjerimi që të agjerojmë që të hajmë ma pak, e jo të ndërojmë orarin e hajës. Lusim Allahun azze vë gjell që Allahu azze vë gjell të pranon agjerimin. Lusim Allahun azze vë gjell që Allahu në i falë gabimet wa kulu qavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Pra Allahu të ndërshëm një ndër grabicit të cilët të agrabitin agjerimin, të agrabitin ditët e Ramazanit është haja e tepër. Haja e tepër. Ka ardhë agjerimi, si kur me në thonë neve ju që i konë të preokupum
me ngrënie të tepër, ja pra sot do të agjeroni, jeni të lirë. Jeni të lirë ju nga ngrënia dhe pirja dhe pra preokuponu me ibadet. Preokuponu me përmenjën Allahut Azza wa Jall dhe nuk ka ardha xherimi vëllezër të ndeshëm që na me i stërmbush sofrat e iftarit që pas iftarit së lun kur qishki. Shqire banën 2 orë më vonë të ravihën se mos vetë për neve. Edhe kur shkova mu falë viç një natë kesh këtu, tha mu dridhëshin kam se shumë e zgjatëshën. Ato nuk ashtë zgjatja për shpirtin a pastrim dhe lartësim. Mirë po problemi ashtë vëlla i dashur, ka është problemi i trijezës dhe sofrës e iftarit tanë. Sa lloj ushqime i ke ngrënë, para tave në Ramazani thotë, valla mu e si vetë më ka bo haj Ramazani, ka mi 85 kile, dola pi Ramazanit me 95, hamen 100 i bonë. Ramazani ka ardhë ti e me mbot dietë, apo Ramazani ka ardhë me ngrënë shumë. Ha pak provoje se si ka mu lartësu shpirti jotë. Pra xherimi ashtë ka ardhë që njëri ti thotë stop, hajës dhe pijës që të hapën dirë të zemrë dhe shpirtit. Kod ngritet shpirti dhe zemra tek Allahu Azza wa Jall, do ta shif se ibadetet do të jenë të lehta. Je më aktiv edhe në punën tënde, je më aktiv edhe ti në aktivitetet e tua. Nëse ka problem dikush me gjumin që flesh shumë, problemi është e haja. Dhe ta provon e ta pak zgjohet kur do naj. Dhe pa ta takuan në gjip një biznismen i cili tha problem kishta me gjumë, a punën e kishta që mos gjullë në gjdo 2 orë. Problem të madhë derisa në dëgjova se Omer ibn Abdulazizi ka hangër një herë në ditë. Ta e praktikova këta, tha, beso që zgjona prej gjumit unë ku du. Në qatë minut që du mos zgjone, zgjone. Problemi është i hajës. Për këtë arsye vëllezër të ndeshëm ka ardha xherimi neve që me në i rigjeneruan lukthin edhe me në i rigjeneru gjithashtu cenzorat e lukthit. Për ata të valinët ka ardhë shtrime tash edhe na cenzorat nuk punojnë, nuk kallën se mjaftë mo nuk din ato me folë, kanë ardhë më rigjenerua më kese lenë se të 5 minuta s'kalojnë pa qitë dishka. E sërë që qitë dishka të nalë, nuk veprojnë, për këtë arsye na kanë mësur neve, ka i thot pejgamberi Allah mjafton për birin e Ademit disa kafshata sa me majt drejt shpinën e vetë. Mjafton kjo ushtim. Tha po nëse e ka të mosdosh dhe pra kjo ka oreks as laskuc. Tha 1/3 për ushqim, 1/3 për pirje, 1/3 për frimari. Pra të leo të ndërshëm ke kujdes se duesh edhe me morë frim. Për ata pejgamberi Allahut na ka mësuar se çta ham sa më pak do të jemi më të shëndetshëm. Do të rigjenerojmë shpirtin ton, zemrën ton dhe agjerimi jon do të ngritet tek Allahu Azza wa Jall dhe do të japë efektin për atë bereqet, do me thonë me hongër pak dhe me pas shnet, me hongër pak dhe me pas begati, me bo pak mirë po me fitu shumë, kja muaj bereqetshëm. E jo me ngrënë shumë. Në rreshtë Ramazani të hajmë 2-3 herë, në Ramazan ka 5 herë. Njerë një iftar, pasaj para se me dalë për taravi, pasaj ku këthejme për taravive, pasaj para se me ra me fletë 12 edhe ngritë bënë si firë se unë thotë si mës të ha si firin kejtë brapë shkonë mua. Mirë po kur zgjohesh më tregon, tha unë u zgjova 1 saat mas iftarit o gjafenit, qka të baj, a mu ka pranua xherimi, inshallah Allah i ka bullë. 1 saat mas iftarit, pinë si firë ka ra, për çkak se vëllezër të ndërshëm kini të pësi somca që e ka hongër në si firë, sa shka shonca deri në drek, a i mu stabilizu në shtratin e vetë, e mas dreke i nes ka fillu stabilizimi ti, e normal se ki njëci ka më ngrit. Lusim Allahun Azza wa Jall që agjerimin të ban ibadet, e mos të ban për neve adet. Lusim Allahun Azza wa Jall që agjerimi të jetë i pranuar. Lusim Allahun Azza wa Jall që në këtë muaj Allahut zbrese begati, që Allahut në i pasron shpirtët tona, zemrat tona, të në lartëson tek Allahut, të në pranon tek aj, dhe Allahu Azza wa Jall da i deponon dhe të në i ruan se vapat e këti muaj të madhë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqim salat.